Masave të parandalimit të vërshimeve, mbrojtjen e ekonomive familjare dhe mbrojtjen e kulturave bujqësore, Drejtoria e Shërbimeve Publike dhe Emergjencë në Ferizaj po realizon projektin e pastrimit të shtretërve të lumenjeve dhe hapjen e kanaleve kulluese ujore pranë tokave bujqësore. Kemi filluar dhe në gjitha ato vende ku është më kërkuar dhe ku është më problematike gjendja e këtyne kanalet të ujit atmosferik. Kemi filluar me fshatat Talinaus dhe Sazli, kemi punuar në javën e kaluar edhe në fshatin e Kodim. Qëllimi kryesor i tyre është që të mos ketë të mos i marrë orat apo fermerët që të punojnë tokën dhe mos t'ja marrë të mbjellat e tyne, për arsye se është një punë që jashtëzakonisht shumë e madhe tyne që bëhen derisa të mbjellen ato ora të punojnë, kurse ne do të kemi si qëllim që të krijojmë kushte sa më të mira për qytetarët tonë, e sidomos për fermerët se të thoya se kjo i lidh direkt dhe të kanalet e ujit i lidhen direkt me punën e tyre që e bëjnë. Fermieri Bejtosh Islami, i cili ka mbi 50 hektar të mbjella, thotë se ky projekt siguron që të mbjellat e tyre të mos përmbyten nga uji gjatë rrjeshjeve atmosferike. Hapja e këtyre kanaleve ndikon shumë te ne fermerët. Në ndihmon shumë shkaki i ujrave, vërshimeve që na i merr orat për çdo vit. Në këtë vit është i mirë se ardhën ky kanal. A ka pas më herët vërshime të thotë? Po vitet e kaluara kena pas dëme shumë të mëdha nga vërshimet. Është më lehtë, është një lloj sigurie shumë e mirë me hapjen e kanalet. Hapja e kanaleve kulluese do të vazhdojë edhe në pjesë të tjera të komunës së Ferizajt.